Kjo është një non nga Arllati i Drenosit, cila do me thonë djali sojna 11 vjeç, që s'gaboj, sakrifikohet që kemi jetu. Do me thonë, kjo ka pas djalin e vetë në krah dhe i bie një granat e kësajna, edhe ku ka pas djalin në gjëk, do me thonë krah, një copë shumë e madhe granatës, e rrok djalin e sojna, e cilën ndroi jetën në atë moment, edhe kjo plagoset shumë ranë do më në kam, në dur, po fati i saj që sot me jetu ka qenë djali i sajna 11 vjet i cili u sakrifiku. Se po mos të kish pas këtë djalin e vetë do më në krah, do më kjo sot nuk ish jetu. Po do më u sakrifiku djalin 11 vjeç, që kenon me jetu sot, e pa marrë parasysh vujtjeve cilat i ka pas, edhe gjymtyrëve cilat sot i mungojnë trupit. Aja vajza vogël është e sajna, ke kam mendu që edhe aja ka ndru jetë, po për fat mirë kur e dërgojnë në spitalin ushtarak në Divjak, e sheh që i ka pështu edhe kjo qik e vogël, e cila ka qenë me ta. Kjo në pomje duket shumë e vjetër, kjo gruaja, po në fakt në atë kohë ka qenë vetëm 33 vjeç. Po për shkak të vujtjeve të shumë në atë pjesë anena për shembull ka pas shumë, kena luftu edhe për buk shumë vujtje shumë, dhe pomja sajna tregon një moshë pak ma të madhe. Ama kjo ka qenë vetëm 33 vjeç.